Nëse dëshironi të bëni shitblerje të shpejta dhe tepër konkurrente në botën e kriptove, si në meme, si në altcoins, atëherë ju duhet të përdorni botët. Duhet të përdorni botët me patjetër. Përndryshe, nëse ju përdorni portofolat për shitblerje akoma, është sikur ju, e kam thënë edhe më përpara këtë dhe është shumë e vërtet, nuk është thjesht një shaka. Është sikur ju të hipni breshkës nga sipër dhe të futeni në një autostradë garash me Lamborghini dhe Ferrari, me shoferat të tjerë që kanë Lamborghini dhe Ferrari. Dhe imagjinoni se çfarë rezultati do ketë ai gar për ju. Domethënë do jenë një katastrofë totale. Prandaj është shumë e rëndësishme që të përdorni bots. Bots i kanë fit shumë të vogla dhe janë shumë të shpejtë. Me të vërtetë vlen jashtëzakonisht për të përdorur dhe vazhdojmë pa humbur kohë se si të përdorim ata. Hapi një dhe hapi më kryesor, ndër më kryesor në fakt, nga ana sigurisë është që ju të shkarkoni botin ose të regjistroni tek boti origjinal dhe jo tek ata falso që t'ju marrin paratë e tua. Dhe për atë gjë, linkun ua kam lënë tek përshkrimi i kësaj videos poshtë, keni linkun e Sol botit. Keni edhe linkun e Maxit, keni edhe linket e tjera, por klikoni atë link ose përndryshe për të siguruar akoma më mirë ose akoma më shumë, hajdeni tek kjo faqe. Dhe kjo faqe është https 2 pikat ose kolon 2 vijat e pjekta ose / 2 herë edhe pastaj e shkruan linkttr.ee/ pra via, siç e shikoni aty, grow 2 via poshtë together. Dhe po të fusni këtë link, edhe këtë link do e keni tek përshkrimi i videos në YouTube dhe klikoni enter dhe do ju hapet kjo faqe. Kur të vini tek kjo faqe është i vetmi website i komunitetit ton, i komunitetit shqiptar, që keni linket origjinale të gjitha dhe ju çojnë aty ku doni. Grupi i parë është për Telegramet. Këtu kemi Telegramin Premium ku mësojmë për kriptot, për çdo gjë në lidhje me kriptot, aq thellë sa i kuptojmë vetë dhe aq sa duhet. Dhe më poshtë është grupi i Telegramit që u kisha rekomanduar të gjithë të bëj pjesë, ku është 100% falas, ku bëjmë thirrje, ku diskutojmë për kripto edhe këtu. Dhe më poshtë është për ata që duan të bashkëpunojnë me ne, kemi atë grupin e kontaktit këtu. Ndërsa më poshtë ky është grupi i të gjitha platformave të kriptove që unë rekomandoj dhe kryesorja dhe më e para është Maxi. Maxi i ka fit më të lira se të gjitha të tjerat dhe ka më shumë monedha se të gjitha të tjerat. Dhe monedha që dalin fillestare herën e parë dalin në Maxi para Binance të para të gjithave. Por ai që na intereson ne për këtë video është ky grupi këtu që është me trading bots. Dhe i pari nga këta bots është Sol Trading Bot dhe është më i preferuari imi sepse është më sofistikuar dhe ajo që diferencon nga të tjerët është se me këtë bot mund të bëjmë deri 15 ose blerje ose shitje me një klikim. Me vetëm një klikim bëjmë 15 blerje me 15 adresa të ndryshme. Që është diçka shumë e mirë dhe bën brenda sekondit. Klikojmë këtu tek Sol Trading Bot, që është boti i Solanës. Por sa të klikojmë këtë link do hapet kjo faqja këtu dhe nëse ju jeni në laptop ose PC do thotë që hapni appin ose aplikacionin në ekranin tuaj në laptop ose në desktop. Nëse ju po punoni nga telefoni, do ju të kërkoj që të shkarkoni atë Telegramin dhe të hapni një account Telegramit. Si në laptop, si në telefon duhet të hapni një Telegram, një profil Telegrami që shkon 30-40 sekonda për të hapur një. Është shumë thjesht, shumë i shpejt për ta hapur. Pasi ta keni hapur, klikoni këtu dhe do ju hapet kjo faqja tjetër këtu, që është ajo që na duhet ne dhe është shumë kollaj për ta përdorur. Tani kur të hapni faqen do ju dal kjo faqja këtu. Harroni këtë sipër, këtu është sipër lenja, vetëm kjo ju intereson. Këtu është emri ose titulli i kësaj faqe. Më poshtë është çmimi i Solanës aktual, që është në ato momente çmimi i Solanës të gjitha marketet tregohet se sa kushton një Solana këtu, që ta keni si informacion. Poshtë thot portofoli juaj. Këtë portofol e ka hapur direkt tashmë, e ka hapur boti për ty. Është gati edhe është vetëm për ty. Kjo është adresë personale për këtë bot dhe për ty, për askën tjetër. Me këtë adresë kalojmë Solana këtu. Siç e shikoni, më poshtë është balanca. Unë kam 5.078 Solana brenda. Dhe tregon se sa Solana ke dhe do tregoj se si do kaloni edhe Solana. Do me thonë, hapi 1 do futeshim tek linku i duhur, hapi 2 do krijonim një account Telegrami, hapi 3 në ai link pastaj bashkë me profilin e Telegramit nëse nuk e kemi, kur t'i hapim do dia na nxjerrin te kjo faqe. Dhe hapi 4 të kuptojmë gjitha butonat dhe në hapin 5 do marrim aksione, do bëjmë aksione praktike. Dhe këtu kemi shumë siç e tham balancën, këtu kemi ata mediat sociale të botit që nuk ua kisha rekomanduar të merrni me këta. Deri këtu janë vetëm informacione. Më poshtë janë butona praktik, janë të gjithë butona praktik. Këtu kemi blej dhe shit. Këtu mund bëjmë sniper monedhave ose projekteve që kanë nxjerr atë
adresën e monedhës, por nuk e kanë nxjerrë monedhën akoma. Por e supozojmë se një projekt thotë, kjo është adresa e monedhës tonë dhe me 30 maj të 2025-s ne do nxjerrim monedhën live. Ne mund ta marrim atë adresën që e kanë nxjerrë ata, ja japim botit dhe do i themi botit që me 30 maj në orën 12:00 do të dalë kjo monedhë, ose kontrolloj kur të dalë kjo monedhë, në atë moment që kjo monedhë të dalë live, ti do ma blesh mua këtë monedhë dhe të harxhosh 1 Solana ose 0.5 Solana. Në ti mund shkosh në pushime, mund të jesh punë, mund vazhdosh me jetën tënde, boti e bë blerjen vet. Nuk do të thotë që laptopi të jetë ndezur, telefoni të jetë ndezur, nuk ka të bëjë fare. Thjesht jepi porosinë, më siguro që të kesh Solanat e mjaftueshme për porosinë që i ke dhënë dhe e bën blerjen vet. Dhe e bën blerjen me shpejtësinë e erës. E bën tepër konkurrente. Do me thënë, nëse ne jemi me portofola dhe ne presim, rrim tek ekrani me 30 maj që të dalë monedhë dhe rrim me portofol me Phantom duke e blerë, nuk kemi shans që të futemi para botit që i kemi dhënë porosinë dhe kemi vazhduar me jetën tonë. Gjithsesi, edhe mund t'japim edhe porosinë tjetër. E bleve tani kur kjo monedhë të 2 fishot ose 3 fishot do bësh shitjen, edhe bësh shitjen vet. Është me të vërtet shumë interesante, shumë i mirë. Kjo ishte për sniper. Kemi sniper pump fund. Mund bëjmë sniper me monedhat meme sa të dalin nga në fabrikën e pump fund. Sa ti nxjerr fabrika ne mund bëjmë sniper. Të njëjtën gjë me fabrikën e monedhave meme tjera që është moonshot. Mund bëjmë limited orders, tamam tregti siç bën në crypto trading. Mund bëjmë dollar cost averaging, mund bëjmë këtu kemi profilin që tregon profilin se për shembull kur klikojmë tek profili, sa adresa kemi, sa monedha kemi, çfarë shitjesh kemi bërë, çfarë blerjesh kemi bërë, sa përfitim kemi bërë apo sa humbje kemi dalë. Këtu është butoni portofolave që mund krijojmë portofola. Mos harroni, ju thash, mund një portofol ka krijuar, por ne mund krijojmë edhe 14 të tjerë. Totalisht mund bëjmë 15 portofola dhe mund të bëjmë 15 shit blerje me një klikim. Me një klikim i vën të gjithë portofolat në punë. Tamam si bundle. Vim pak më tek kemi trades është se çfarë kemi blerë, çfarë kemi shit, pak a shumë si profili. Copy trades është që ne mund të kopjojmë një tjetër që ka eksperiencë ose një portofolin e dikujt që ka eksperiencë dhe i themi botit ton. Japim adresën e këtij personit dhe i themi këtë adresë do ndjekësh. Çdo shit blerje që ta bëj ky person, ti në blerje do harxhosh 10%, 5% ose 20% të blerjes që bën ai tjetri, ndërsa kur bëj shitjen ai, edhe ti do bësh shitjen direkt po 100%. Do të thonë, i jep urdhra dhe ti bën të gjitha si t'ia kërkosh. Është jashtëzakonisht fantastik si bot. Pastaj kemi referrals ose referimi. Është benefitet e referimit. Nëse ju përdorni linkun që ua thash unë ose linkun tim, keni edhe sigurinë që ua kisha rekomanduar vetëm nga siguria më shumë, po keni edhe përfitime përqindje për përdorur botin sepse po merrni nga rekomandim dhe pastaj nëse u rekomandoni të tjerëve merrni përqindje fitimesh edhe vetë nga tregtia që bën ata. Dhe pastaj kemi transfer sol, do të thënë këtu mund të transferojmë Solana që kemi këtu, mund t'i transferojmë në portofol, mund t'i transferojmë Maxi, Binance, crypto.com kudo që ti kemi ne. Pastaj kemi këto veglat e botit që nuk ua kisha rekomanduar të futeni atje. Kemi settings, se ke settings bën leveraging dhe cakton se sasinë e leverage. Për shembull, nëse është një monedhë sikur pa dal pengu ose një monedhë që i është bën reklam pafund në fillim, dhe pritet që të ketë ngritje madhështore ose një monedhë si Trumpi për shembull. Nëse Trumpi do nxjerrte një monedhë tjetër, të gjithë dinë që do ketë ngritje madhështore dhe këtu i jep botit në vend se të japsh 0.05, i jep 5%, i jep 20%, i jep 30% leverage që ta bëj blerjen të sigurt. Sa më shumë ta ngresh leverage-in, aq më sigurt e ke blerjen ose shitjen. Edhe kjo bot tek settings, market maker bot, edhe këto komplikohen gjërat për momentin, mos u merrni me ato fare. Backup bot, edhe kjo është diçka që mund të fush, mund të përdorësh, kjo të jep shansin, është i vetmi që të jep shansin të përdorësh një robot brenda robotit. Robot brenda robotit. Do të thonë, ti mund të karikosh 2 robota për një herë këtu. Dhe nëse dështon kryesori, sulmon i dyti. Nëse i pari ka dalë me sukses, i dyti vetëm rrin, nuk përfshihet. Është shumë i sofistikuar, me të vërtetë shumë i sofistikuar. Tu kemi nivelet e sigurisë që mund t'i përcaktojmë vetë. Tu kemi butonin e ndihmës që mund të kërkojmë ndihmë, flasim direkt me skuadrën e tyre. Tu keni tutorial është për të mësuar hap pas hapi se si ta përdorni, por do ta shpjegoj edhe vetë dhe këtu mund ta mbyllim këtë si faqe komplet. Edhe një herë, hapi 1, do klikojmë linkun e duhur, hapi 2, do krijojmë accountin e Telegramit, hapi 3, mësuam gjitha butonat se çfarë funksioni kanë. Hapi 4, vazhdojmë, hapi 4 para se të vazhdojmë praktikën, është hapi 4, që janë 2 mënyra për ta përdorur botin. Një është të klikojmë butonat siç i shikojmë këtu, ose dyta të përdorim menun këtu poshtë dhe shkruajmë komandat këtu. Mua më pëlqen të shkruaj komandat edhe ta përdor menun këtu, por shumicës u pëlqen të përdorin këtë sepse janë butonat aty para siç i shikoni dhe klikoni butonin të cilin doni ju.
zgjidhni cilën mënyrë të doni, të dyja të ofrojnë të njëjtën gjë. Se për shembull, po të klikojmë tek menuja, kemi të gjithë butonat i kemi në formë liste këtu. Dhe klikojmë cilin duam dhe na hap faqen që ne kërkuam. Po për të njëjtën gjë bën edhe këtu. Klikon butonin që don dhe të hapet faqja. Hapi 5, vazhdojmë praktikën. Si të bëjmë shit blerjet, në monedha, si ti praktikojmë. Hapi më kryesor. Hapi 5, vazhdojmë tek hapi A. Hapi 5, hapi A ose hapi i parë tek hapi ose shkalla e parë tek hapi 5 që të jemi më të qartë. Vazhdojmë tek shit blerja që ne intereson të gjithë. Klikojmë butonin shit dhe blej. Kur klikon butonin shit dhe bler, do të tregon nëse ti ke bërë blerje më përpara. Thot ti ke këta monedha për shembull, ke këtë monedhë. Dhe nëse ne klikojmë tek kjo, do na jap atë opsionin për shitje para, se ne këtë e kemi. Dhe kur klikon tek një monedhë që e kemi, të jep shansin për shitje. Sa është logjike. Po ne duam të blejmë, se ne jemi fillestar, po hapim për herë të parë dhe duam të blejmë. Dhe për të bler tani thot paste token contract to begin buy and sell. Do të thonë fut adresën e monedhës që ti dëshiron të bësh shit blerjen ose blerjen. Në këtë rast që duam të bëjmë ne. Adresën nuk e kemi këtu, se nuk e kemi blerat monedhë më përpara, po e përdorim për herë të parë botin, do kërkojmë për adresën. Adresën e marrim Dex Tools, Dex Screeners, e marrim në CoinMarketCap, CoinGecko, kudo që të jetë adresa monedhës në website-in e projektit, po kudo që të jetë ai monedhë, ne kësaj radhe do kërkojmë në Dex Screener, që e përdorim të gjithë. Vë në Dex Screener, edhe shikojmë një monedhë të rastit. Ja shikojmë këtë të parën. Kjo para që ka lidhur me bank, klikojmë tek kjo. Dhe kur futemi tek Dex Screener, këtu është kontrata e monedhës. Do klikojmë copy, do marrim adresën e kësaj monedhe, por kur bëni praktik u kisha rekomanduar një monedhë që e dini që është stable dhe nuk vete lart e poshtë që të humbisni para. Merrni një që lëviz shumë avash dhe bëni sa më shumë praktik me shumë të vogla se s'humbisni gjë, vetëm gas fees. Dhe tani vim prap tek boti. Kur vim tek boti, do i bëjmë adresën, e kopjuam atje dhe tani do i bëjmë paste. Kur ti bëjmë paste adresës, kemi këtë është i gjetën këtu që thot send. Do të thonë ja japim këtë adresë botit, ja japim, kjo është komand tani. Kjo është monedha që ne duam të blejmë. Dhe tani na hap faqen e shit blerjes. Kur vim tek faqja e shit blerjes, vetëm për këtë monedhë. Kjo faqe është tani është e lidhur vetëm me këtë monedhë që i tham ne, sepse i dham adresën. Dhe këtu kemi informacionin e monedhës, initial, kam bërë një blerje këtu më përpara, prandaj e nxjerr këtë dhe të tregon shumë gjëra, domethënë ke gjitha informacionet e monedhës, por kur vim më poshtë kjo na intereson ne. Balanca se sa kam tek kjo monedhë, do me shit, do me bler, por ne na intereson me bler. Për të bler, kjo e shitja do të jetë me të kuqe, ndërsa blerja do të jetë me jeshile. Klikojmë tek buy. Kur të klikojmë tek buy, tani na jep opsione. Si ndryshojnë opsionet? Shikoni këta opsione si ndryshojnë këtu poshtë. Për bler janë ndryshe, për të shit janë ndryshe. Vazhdojmë prapë tek blerja. Kur vim tek blerja, vim më poshtë dhe këtu kemi slippage. Slippage, këtu mund ta ngrejmë. Këtu mund ta ndryshojmë edhe ta ngrejmë sa më shumë të duam ne. Nëse duam blerjen që të bëhet e shpejtë dhe timi konkurrent me tjerë se do ketë shumë blerës në të njëjtën kohë, këto e ngrejmë për shembull, e ngrejmë 14%, 20, 25%, më shumë se 25% unë nuk e kaloj, por mund ta qoni sa të doni vetë për ta bërë blerjen më të shpejtë dhe më të sigurt. Kur ka shumë trafik, kjo të nxjerr nga situata. Po nuk pati trafik, me 0.005 siç e kam lënë unë është në rregull, se e bën blerjen shumë shpejt edhe me këtë. Tani kemi në 0.006 0.005 momentalisht dhe e bën jashtëzakonisht shpejt blerjen sikur që do e shikoni tani. Po imagjinojmë e pas në 20% ose 25%. Gjithsesi, vim më poshtë dhe këtu zgjedhim portofolin se cili portofol. Unë kam 3 portofola në fakt. Të krijuar, po do zgjedhni të parin, se para kam vetëm tek i pari. Po mund të zgjedhim të tre, të bëjmë blerje me të tre për një herë, po të kemi para tek të tre. Po kam vetëm kam Solana vetëm tek i pari. Do lëm tek i pari dhe vim poshtë. Këtu na kanë nxjerr 3 opsione që janë automatikisht sa të klikojmë. Nëse unë dua të fus 0.5 Solana, sa ta klikoj këtë butonin tani, bëhet blerja direkt, nuk të jep shans të dytë ta konfirmosh. Në moment që të klikosh 0.5 Solana, 1 Solana ose 2 Solana, ke bërë blerjen direkt. Kështu që bëni kujdes me këtë automatik. Se kjo është bërë sa më shpejt për të kursyer kohë, mos kesh nevojë me konfirmuar për herë të parë, për herë të dytë dhe për herë të tretë. Me një klikim bësh blerjen. Por në këtë rast, meqenëse se kemi vetëm për prova, unë do përdor të tjetën këtu që thotë buy X Sol. Fut shumën e Solanës që ti do, që ti dëshiron të investosh. Ose më këtu ti e thotë fut numrin e monedhave që ti dëshiron të blesh. Nëse ti don e ke një numër të caktuar në mendje që don të blesh, fut vetëm numrin e monedhave. Ose përndryshe fut Solana. Unë do fut Solanën dhe do e fus 0.05. Tani e klikuam këtu. Kur e bën mënyrë manuale, kemi 3 konfirmime. E para është klikojmë butonin, e dyta vim poshtë dhe fusim shumën 0.05 Solana,
Dhe hapi i tretë e konfirmojmë me shigjetën. Në momentin që ta konfirmojmë me shigjetën tani bëhet blerja direkt. Dhe ja tek u bë blerja. U bë blerja edhe mbaruam blerjen kaq shpejt. Sa e klikuam? 3 opsione klikuam, bën blerja direkt. Po të klikoshim ata që janë të përgatitura, ata shumat që i ka përgatitur boti 0.5 Solana, 0.1, 0.2, që ata edhe mund të ndryshojmë shumat siç duam vetë. Ato me një klikim nuk ke nevojë mi bë 3 klikime, vetëm një klikim bën blerjen. Sa do Solana që ti ke shton ti. Tani, e bën blerjen, pasi të bësh blerjen të nxjerr faqen, ta ndryshon faqen, ta bën shitjen me jeshile. Se boti e ka llogaritur logjikisht, ai që e ka krijuar e ka llogaritur që në atë moment që ti të bësh blerjen, hapi mbrapa është shitja. Ose do presësh, ta shikosh vetë bësh shitjen ose do japsh urdhërin se në çfarë niveli të bëj shitjen boti. Mund t'i thush që në 2 fishim, 3 fishim, 5 fishim do të bësh shitjen. Ose rrin e pret. Edhe këtu poshtë, pastaj kemi prap ka zgjedh portofolin këtu dhe këtu poshtë kemi këta opsione, kemi shit 10% të blerjes, 20, 30, 40, 50, 30, 50, 70, 90 ose 100. Domethënë ti ka dhënë gjitha që ta bësh direkt shitjen, ose mund ta fush shumën që do ti. Nëse don shumën, një shumë që nuk ekziston aty, fut aty. Sell X tokens, sell X sol, ose shet 1% të monedhës, ose 1% të Solanës, ose shit 100% të blerjes që ke bërë. Dhe nga që kjo ishte thjesht për provë, unë do bëj shitjen 100% të kësaj monedhe. Dhe bëjmë, klikojmë, shit 100% edhe kaq, u bë shitja. Bam bam, s'ka. E klikove, u bë shitja edhe me 0.005 slippage. Imagjino nëse i fut 20-25% se çfarë shpejtësie ka ky bot. Dhe ja tek u bë shitja, mbaroi shitja. Mbaruam po me këtë monedhë, e kishim se kemi më. Kaq i thjeshtë është për ta përdorur ky bot. Por nuk kemi mbaruar me kaq. Tani, vazhdojmë prapë tek menuja kryesore, ose vim këtu ku ishte, ose hapim një faqe të re. Për të hapur faqen e re, ose klikojmë këtu edhe klikojmë start, ose vim këtu /start. Edhe e shkruan. Po meqense kemi butonin aty, s'kemi nevojë me shkruaj, vim tek menuja start, edhe të hap faqen kryesore ku ishim këtu. Tek faqja kryesore ku ishim, botëm blerjen dhe shitjen, token sniper këta u shpjegova. Tjetra që duhet u shpjegoj është portofolat, krijimi i portofolit. Kur të vim këtu, unë kam krijuar 3 portofola. Dhe këtu thot generate new wallet. Po të klikojmë këtë, të krijon një portofol të ri. Ja ta klikojmë. Klikojmë këtë dhe ja portofoli i ri u krijua. Kaq. Por duhet të mbani këta këtu që nuk do i nxjerr këta, se këta janë ato fjalë private, po ja tek u krijua portofoli 4 me një klikim. Por shikoj çfarë thot më poshtë. Krijo 5 portofola për një herë. Po të klikojmë këtë butonin, bëm 5 portofola paralelisht me një klikim. Akoma më mirë po të klikojmë këtë tjetrin 10 portofola për një herë. Dhe kur bëjmë shit blerje, nëse ne kemi futur Solana tek të gjithë këta portofola, atëherë nëse ne del monedha e supozojmë se Trumpi po nxjerr një monedhë të ri javën tjetër, ne të gjitha këtyre portofolave u themi. Nga një Solana, do marrësh nga një Solana secili portofol dhe do bësh 15 blerje automatikisht. Me slippage 20 ose 25% dhe do bësh blerje. Dhe i themi edhe botit nga mbrapa, ose backup bot. I themi botit tjetër nga mbrapa tek settings që nëse boti kryesor dështon me blerjet tek një ose të gjithë portofolat, atëherë do sulmosh ti. Edhe tjetri bën blerjen në vend këtij. Po mos u komplikoni me botin tjetër. Për momentin, thjesht këtu krijon portofolat, nëse doni ti mbushni të gjithë, thjesht kopjoni këtë adresën këtu, ja. Klikoni cilin doni ju, merrni adresat, ja si hapen të gjithë, merrni adresat, shkoni tek Maxi ose tek Phantom dhe kaloni sa Solana doni me kaluar vetë këtu dhe pastaj ju bëjnë blerjet direkt, ju bëhen blerjet direkt ose shitjet sipas komandës tuaj. Çdo gjë e keni në dorë ju, nuk komandon boti investimin tuaj. Ju komandoni botin, jepni urdhrat dhe boti zbaton çdo urdhër që ju i keni dhënë. Për çdo shit blerje që ju bëni, për çdo transakcion që ju bëni. Prandaj është me domos është më së nevojshme nëse do jeni pjesëtar në kripto, nëse do të traktoni kripto, kjo është e domosdoshme që të përdorni botin. Dhe për monedhat e Solanës, për mendimin tim, ky është boti më i shpejt dhe më i mirë nga të gjithë. Nuk e ndroja për asnjë tjetër në botën e Solanës. Ndërsa në botën e përgjithshme do ju bëj video për botin tjetër. Dhe do ju tregoj botin tjetër që bën blerje edhe në Solana edhe në monedha të tjera. Po, për Solanën mos e humbisni se ky është më i miri. Nëse keni pyetje, nëse keni ndonjë paqartësi, komentoni poshtë dhe ju kthej përgjigje dhe ju jap përgjigjen se si përdoret boti. Për ndryshe, nëse doni të mësoni se si të përdorni sniper pump fund, sniper monshot, limited orders, dollar cost average në gjitha, këta i mësojmë tek grupi premium, që është me $60 në muaj, dhe aty ju mësojmë të gjitha, hap pas hapi, jo vetëm shit blerje. Këtu ju kemi mësuar vetëm se si të bëni blerje dhe shitje hapat më fillestar, po edhe hapat më kryesor për ata që e duan vetëm për shit blerje. Për ndryshe do bëjmë edhe një manual në shqip
që do nxjerrim përshitje dhe do jetë një manual në shqip hap pas hapi se si të përdoret çdo buton i këtij boti. Kështu që nëse jeni të interesuar komentoni poshtë, nëse keni ndonjë paqartësi prap komentoni poshtë dhe do japim përgjigje. Përndryshe, shikoni edhe videon e Maxit, përdorni Maxin se është platforma më e mirë dhe më e lirë nga të gjitha. Edhe ka 3 vite gjysmë që përdor dhe nuk kam patur kurrë probleme me Maxin. Prandaj, Solbot, Maxin dhe herën tjetër ose brenda ca ditësh do të nxjerr videon se si të përdorni botin tjetër. Mirupafshim, fat të mbarë të gjithëve.